kemi direkt nga Bazeli Kaltrin, kemi prap Erdin. Erdi që po qëndron atje qysh në ditët e para, cila është atmosfera? Herën e kalume më tha që po pres me fitu, a je i bindur në fitore? Definitivisht po. Rritje dhe do mas që dolim në finale, kjo tregon që publiku më ka pëlqyer këngën tonë. Shpresoj që kjo pëlqim të rritet në të ardhmen dhe të shtunën të marrin votat e mjaftueshme për ta fituar të gjithë festivalin. Po Erdi, cilat ishin reagimet pas se përfundoi nata e parë gjysmëfinale ku interpretoi Shqipëria dhe ishte vendi i dytë që shkoi në finalen e së shtunës. Cili ishte reagimi në sallë, cili ishte reagimi edhe i kolegëve e tanë gazetar prej vendeve të shumta të botës që po ndjekin nga afër Eurovision? Kishte një reagim shumë të mirë nga publiku. Unë isha në gjysmëfinale, aty ishte do të thënë prezant. E gjithë atmosfera, do të thënë njerëzit që ishin aty pjesëmarrës duke shikuar, kanë bërë një borritje shumë për të madhe për Shqipërinë, duar të rritje shumë të mëdha. Është pëlqyer performanca jashtëmake, performanca e Shqipërisë nga kolegët që kam dëgjuar nga fasa gjithashtu. Shpresojmë për një fitore të Shqipërisë. Jemi në zonën e nxehtë që kam treguar edhe më herët, dhe nga kolegët që dëgjova që pëlqejnë kënga që tash mbase do në Shqipëri të fitoj, ju lutem votoni për neve. Kodi do të caktohet shumë shpejt, besoj që s'na të brema për kodi për finale, dhe duhet fillojmë edhe ne shqiptarët angazhimin tonë për mobilizim për të marrë më shumë vota nga publiku. Erdi, ke takuar artistët e Shodrës elektronike pas performancës, cili është disponimi tyre, cilat ishin fjalët e para pas se përfundoi gjysmëfinalja e parë? Po, unë jam taku me njëherë mas të mbaroj gjysmëfinalja e parë, u takuam në hotelin ku qëndrojnë ata. U takuam me Bejan, me Olsi që është menaxheri i tyre, me gjithë stafin e televizionit shqiptar, sidomos ata do të thënë ishin duke festu, që kaluan në finale, madje bëmë edhe një foto me Bejan së bashku me flamurin e Kosovës dhe flamurin e Shqipërisë, që besoj që u bë pak edhe bujë në rrjetet sociale. Po, kemi parë. Dhe gjithsesi reagimi i saj ishte shumë i mirë. Ajo është shumë e gëzuar që kalojnë finale, sepse në Eurovision asnjëherë nuk i dihet, edhe pse flitesh që je në zonën e nxehtë, ndoshta ndonjëherë edhe nuk shkojnë gjëra siç duhet, dhe ndoshta edhe nuk kalojnë finale. Shembulli më i mirë në këtë rast ishte Belgjika, që në radhitjen e basteve ishte në vendin e 5, po nuk kaloi në finale. Pra ishte me rrjedhje më të mirë se Shqipëria, por nuk kaloi në finale. Shqipëria është një nga finalistët, kështu që ata gjithmonë kishin atë ankth se a do të kalojmë në finale, dhe ja ku jemi tani në finalen e madhe dhe Bea është gati. Me zë është gjithçka në rregull, thjesht ajo duhet të pushoj këtë ditë, edhe çdo gjë të jetë gati për shtunën. Erdi, pavarësisht në vazhdimsi po flasim për gjërat e mira dhe përfaqësimin e ndjenjës të Shqipërisë, kemi parë një raportim të mediave serbe, konkretisht nëse nuk gabohem B92, e cila ka pasur një kritik të theksuar sa i përket performancës së Shkodrës elektronike. Cila ka qenë përgjigjja themi kështu e Shqipërisë kërshi këtij raportimi? Në fakt, unë e pash një lajm të tillë dhe nuk ishte fare të bëjë me performancën, pra nuk ishte një koment për performancën e Shqipërisë, po ishte thjesht një lajm që ishte bërë për shqiponjën tonë që e bëjmë me dorë. Pra kjo është ndërlidh gjithmonë nga ana serbe me diçka shumë nacionaliste, diçka ndoshta që edhe është kundër atyre, ku s'ka të bëjë fare, pra është thjesht një lajm që ka bërë B92 për popullin e saj, dhe më vjen shumë keq që ende bëjnë këto lajme të tilla, sepse në arenë, domethënë këtu në Bazel nuk ka një atmosferë të tillë mes le të themi Serbisë, shtetate të Serbisë, të Shqipërisë, unë nga Kosova, por ka shumë fans, domethënë që dhe gazetarë që jemi shumë, le të themi, okay me njëri tjetrin, ka dhe gazetarë që e mbështetin pjesëmarrjen e Kosovës që janë nga shtetet ballkanike, ndërsa që nuk e njohin neve, edhe nga shtetet e tjera. Pra kjo narrativ bëhet e qëllimshme për popullin e tyre dhe audiencën e tyre që ndjekin ata, po nga ana tjetër këtu ku jemi diçka e tillë nuk ka.
Gjithsesi, edhe ajo që ka bërë BEA në fund ditës është një gjë që ne e bëjmë, dhe do të vazhdojmë ta bëjmë në çdo paraqitje tonë, edhe në revizion edhe në evente të tilla sportive që është kulturore. Kështu që ata do të vazhdojnë, do të bëjnë këto lajme, por diçka tjetër nuk do ndryshojë, nuk do të kenë ndonjë reagim nga EBU, si shpret Hola serve në këtë rast që të bëjë një reagim EBU, nuk do të ketë një reagim të tillë sepse nuk është diçka le të themi nacionale që mund të bëjë një dezavantazh për një popull tjetër. Po, Erdi, faleminderit shumë edhe për lidhjen e ditës së sotme në rreth rrotull. Ne patjetër do të jemi në kontakt sa i përket të zhvillimeve në Basel, atje ku po mbahet Eurovisioni, dhe patjetër që do të qëndrojmë në lidhje në mënyrë që publikun ta informojmë për të rejat atje. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit shumë.